Ministri i Jashtëm dhe njëkohësisht kryesuesi i listës së kandidatëve të Partisë Socialiste në Shkodër, Ditmir Bushati, së bashku me kandidatin Paulim Sterkaj, kanë vizituar dy bizneset suksesshme në Malsinë e Madhe, të cilët prodhojnë dhe eksportojnë produkte me markën Made in Albania. Biznesi i bimëve medicinale, një prej sipërmarrjeve e cila eksporton bimë medicinale, kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me kapacitet prej 1500 tonësh në vit, duke angazhuar rreth 1000 fermerë të zonës në një treg formal dhe të ligjëruar. Për suksesin e arritur ata kanë përfituar mbështetje edhe nga AZBR-ja gjatë 2015-s. Po, këto vendet e tjera se bën, për shembull Greqinë, Kosovë. Greqinë dhe Kosovën i mulojmë ne direkt, kurse Maqedonia është një kompani shumë e madhe, e bojnë vetëm ato. Por ajo që kompania e madhe ka më shumë punë, më pak se këtë punë, s'ketë me fjalë shtetet tjera. 20 letra kanë qenë Berisë në kohë Berisë, nuk ka reaguar s'ka përgjigje as pak. I vetmi njeri është i Rama, saj ka qenë Hollanda letër, direkt ka reaguar, ka bën çka ka pas mundësi. Se këto gjëra tjetër si shkojnë janë me gjyqje, me historina. Nuk kam mirë me bën koment ndoshta për këtë punë, po unë duhet të mos e më edhe pranë po ta flas. Ministri Bushati dhe zoti Sterkaj shprehen mbështetjen për sipërmarrjen dhe vijimin e përmirësimit të klimës së bashkëpunimit për bizneset në vend.